mas po për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, për në këtë mas 302 milion dhe është një rritje jashtëzakonshme e kapaciteteve të luftimit, të sistemeve, të kapaciteteve në Republikën e Shqipërisë dhe angazhimi vetëm bën aktiviti nga aplikimi deri tek miratimi tregon edhe një herë atë që është mbështetja e qartë për qeverinë shqiptare, për Republikën e Shqipërisë dhe për mbrojtjen dhe për sigurinë në këtë rajon. Mola Luku nga Vision Plus. Zoti ministër, vetëm një ditë më parë, Partia Demokratike ka dërguar në gjykatën kushtetuese pikërisht këtë marrëveshje huaje me SBA-n. A keni një koment ju lidhur me këtë çështje, pasi pretendimet e tyre janë se është votuar në shkelje të kushtetutës? Unë nuk besoj që është votuar në shkelje të kushtetutës, përkundrazi. Unë besoj që qendrimet e Partisë Demokratike janë totalisht të papranueshme për sa më përket mua dhe Ministrisë së Mbrojtjes në raport me këtë marrëveshje. E kam thonë edhe ditë në parlament, pavarësisht se seancat e mëdyrë të mbyllura, siguria kombëtare nuk është çështje debati politik. Edhe unë di edhe të kaluar në qendrimet e Partisë Demokratike për këtë pikë kanë qenë shumë edhe të dy palët, nuk ishin shumë bashkëpunuese. Në këtë rast, ky nuk është një sinjal i mirë, përkundrazi, mendoj që të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kur vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krahë politike dhe sidomos kur vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krah politik. Fakti që kjo marrëveshje atakohet, për mendimin tim, është e papranueshme, është gabim politikisht edhe mesazhet dhe sinjalet që çojmë shumë i gabuar. Jo, thash nuk programi i FMF nuk është vetëm çështje financimi, është edhe çështje transferimit teknologjik, e cila do vullnet politik. Ka shtete që dëshirojnë të marrin teknologji të caktuar, të cilat po si merrtoi Kongresin në Amerikë nuk i marrin dot, edhe pse mund të kenë paratë të financojnë. Prandaj kur vjen puna tek marrëveshjet e mbrojtjes, kur vjen puna te marrëveshjet e sigurisë, kur vjen puna tek përfitimi i pajisjeve mjeteve ushtarake, teknologjike ushtarake, nuk është vetëm çështje pashë, edhe çështje vullneti politik, është çështje edhe sa i besueshëm i Selat, është çështje sa i sigurt jam unë me ty Selat që ti të kesh një teknologji që e prodhon. Marrëdhënia jonë me Shtetet e Bashkuara sot tregon që Shqipëria është një lart i besueshëm, është një lart i qëndrueshëm, është një lart i cili është krah aleancës shpirtërisht, mendërisht, politikisht, ideologjikisht, qëndrojmë të bindur në vlerat dhe parimet që ne bashkë ndajmë. Razila Muslimaj nga Report Televizion. Zoti ministër, përqendruar sërish tek marrëveshja, pasi ka shumë pak detaje publike, do donim të dinim sa është interesi i kësaj huaje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Falenderoj për pyetjen. Kjo pyetje lidhet specifikisht me Ministrinë e Financave, pa që unë di të them është që për shkak të natyrës së marrëveshjes, detajet e kësaj natyre janë konfidenciale. Dhe kjo lidhet me faktin që zyra që menaxhon të tilla programe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka parakusht që të gjitha ato dhëna që lidhen me miratimin e kredisë, me kushtet financiare apo me detajet specifike ushtarake mos bëhen publike. Unë e kuptoj edhe jam plotësisht dakord që në Republikën e Shqipërisë shumica që përgjigjet të bëhen transparente, bëhen publike, të gjithë dinë gjithçka, kur i punat e mbrojtjes dhe siguria, duhet të kuptojmë që janë disa gjëra që nuk mund të jenë publike dhe lidhen me detaje që lidhen me sigurinë kombëtare, lidhen me kapacitete, lidhen me çfarë lloj mesazhin e çojmë duke bërë ditur ndoshta kapaciteti që ne kemi në Republikë. Nuk është praktik, nuk është gjë që ndodh në asnjë vend që të bëhen të ditura detajet. Kjo nuk është për mungesë transparence. Kushdo që ka një interes të ligjshëm, duke plotësuar deklaratën e konfidencialitetit, duke pasur një certifikat sigurie, duke marrë përsipër mbi veten e vet, që nëse divulgon informacionin do përballet me pasojë ligjore. Pra, kushdo që i plotëson të gjitha këto kushte njëkohësisht patjetër që mund ta marrë informacionin, brenda asaj që është e pranueshme dhe brenda asaj që ne kemi rënë dakord edhe me palën amerikane. Marrëveshja është shumë e thjeshtë, financimi i Shtetit të Bashkuara për problemin e pajisjeve sistemeve teknologjike apo ushtarake që lidhen me Ministrinë e Mbrojtjes. Ajo pagesë shkon përmes Ministrisë Financave dhe Ministrisë Mbrojtjes tek prodhuesit e sistemeve dhe këtu mbyllet historia. Nuk ka asnjë cikël, është krejt transparente, është krejt e pasur, krejt e qartë. Detajet apo fakti që ato nuk bëhen publike lidhen me çështjet e sigurisë kombëtare dhe kjo nuk është vetëm për të kaluar rrallën, por kjo është fakt. Edhe kjo është e zakonshme dhe e kuptueshme në gjitha vendet e botës. Klajdi Bodë, Syri Televizion. Ju, zoti ministër, thatë që për ju është e papranueshme ky qendrim, është i papranueshëm ky qendrim i Partisë Demokratike, po si ministri i qeverisë dhe si jurist, është për ju e pranueshme që neni 83 i Kushtetutës të shkelet për të miratuar një marrëveshje, qoftë kjo dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nëse gjykata kushtetuese do vendosë që procedura e kësaj marrëveshje, një lloj si rregullore e kuvendit, është e paligjshme, çfarë procedure do ndjek qeveria? Do të vijojë të respektojë vendimin e kushtetueses dhe çfarë i kushtonte që ajo marrëveshje të miratohej nesër? Dhe pyetja e dytë,
Se më ke bënë sa pyetje bashkë. Po. Dhe pyetja e dytë. Kjo marrëveshje midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo huaja, do të monitorohet nga partnerët amerikanë, duke parë se Shqipëria ka marrë gjithmonë grante hua, siç janë ato fondet e IPARD-it, dhe më pas është abuzuar dhe kanë shkuar në vende tjera. Paktën duke qenë se detajet e tjera nuk i themi. Partnerët amerikanë do ta mbikëqyrin se si përdore to lek? Faleminderit për pyetjen. E para, unë si jurist nuk besoj që është shkelje kushtetues, dhe kjo është qëndrimi im. Besoj që mënyra se si është rënë dakord, dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament, ky projekt është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisioneve, qoftë të Komisionit Sigurisë, qoftë të Komisionit Ekonomisë, kanë pas mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. Marrëveshja është e thjeshtë, marrëveshja nuk është shumë e komplikuar apo e vështirë për ta kuptuar. I është dhënë koha e mjaftueshme nga grupi parlament, nga Kuvendi i Republikës, mbas miratimit të procedurës për shpejtuar për miratimin e tij, që të shfrytojë, të lexojë, të bëjë me dije deputetëve të Kuvendit të Republikës. Dhe ajo marrëveshje që është lexuar ditë, do ishte e njëjta marrëveshje që do lexojë edhe po të kalojë ajo fati që pretendon Partia Demokratike. Nuk do ndryshon. Marrëveshja është ajo që është, nuk ndryshon. Dhe për të dhënë përgjigje pyetjes dytë, patjetër që marrëveshja monitorohet rreptësisht në Parlament. E thash dhe e them, bëhet fjalë për transferim teknologjik. Transferimi teknologjik, kur ty të vjen një pajisje, nuk është si një armë zjarri e thjeshtë që gjuh një plumb dhe mbaron. Bëhet fjalë për teknologji. Dhe kur vjen puna për teknologji, bëhet fjalë për supremaci teknologjike dhe ushtarake. Dhe nuk ka mundësi dhe nuk ka asnjë shans që kjo marrëveshje vetëm mos monitorohet, po mos jetë gjithë kohës në mbikëqyrjen e palës amerikane qindar për qindar, deri në zarimin e saj plot në përputhje me ato gjëra që ne kemi kërkuar të marrim nga palë amerikane. Nuk do. Sa i përket zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese, unë nuk di që Partia Socialiste apo Qeveria Shqiptare të ketë një vendim gjykatës kushtetuese që nuk e zbaton. Unë nuk kam informacion. Por jam i bindur që gjykata kushtetuese do të shikojë arsyen, do të shikojë faktin, do të shikojë atë që kjo marrëveshje është, kjo nuk është një marrëveshje e zakonshme, kjo nuk është një ligj i zakonshëm, kjo nuk është një procedurë e zakonshme, bëhet fjalë për sigurinë kombëtare, bëhet fjalë për angazhime që lidhet me mbrojtjen e vendit dhe e them dhe e rithëm. Nuk ka politik të asnjë krau politik që lidhet me çështjet që lidhen me sigurinë kombëtare, nuk duhet të thotë para ne them është e përpranueshme dhe e them moralisht dhe e them qëndrimin tim personal që kur vjen puna te siguria kombëtare të dy krahët e parlamentit do të jenë unifikuar. Dhe sidomos kur flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është një partner as do. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Sapo miratuam 3 vendime të rëndësishme të propozuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Vendimi i parë është historik dhe ka të bëjë dhe me një sfidën time personale. Shqipëria për herë të parë do të ketë një institut kombëtar të tumoreve. Një institut kombëtar të tumoreve sipas modeleve europiane, kemi marrë si shembull modelin e Institutit Kombëtar të Tumoreve të Milanos. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri. Kjo fushë e fundi kërkimore shkencore sjell dy risi në vetvete. Brenda kësaj fushë do të ngrihet njësia e studimeve klinike, ajo që quhet gjithmonë Clinical Trials Unit në çdo vend të botës, dhe kjo ka një rëndësi të veçantë, sepse mundson që pacientët shqiptar të bëjnë pjesë e studimeve klinike ndërkombëtare. Pra, akses në barna inovatore, në studime inovatore. Sjell një rëndësi të dytë, pjesa kërkimore shkencore, sepse duke qenë se instituti do të jetë pjesë e rrjetit europian, organizatës europiane të qendrave shkencore onkologjike, do të kemi mundësi që të përfitojmë fonde europiane për inovacion, si në barna, po ashtu edhe në teknologji. Në të njëjtën kohë, instituti do të shërbejë si bërtham
për koordinimin e punës të rjetit onkologjik kombëtar të punkteve të kimioterapisë. Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë. Ky vendimi marrë sot miraton bazën ligjore të krijimit të institutit, po nis puna për ndërtimin e strukturës dhe funksionimin e këtij instituti. Unë dua të shpreh falenderimet dhe mirënjohjen më të thellë për të gjithë kolegët Ministrisë së Shëndetësisë, Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, Shërbimin Onkologjisë dhe jo vetëm, mjekët tanë të diasporës që kanë luajtur një rol kyç në këtë iniciativë, por gjithashtu dhe partnerin ton italian. Sot morëm dhe 2 vendime të tjera, njëri prej tyre në fushën e parandalimit. Një fushë etike, siç e kuptoni, për të gjithë qytetarët shqiptar. Këto vendime sjellin 2 risi. Për herë të parë, hiqet tavani moshor për shërbimin e check-upit, do me thënë çdo qytetar në moshën 35 vjeç e sipër, i ofrohet check-upi falas. Për herë të parë, qytetarët të moshuar mbi moshën 70 vjeç do t'ju ofrohet nga shtatori shërbimi i check-upit. Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e parandalimit. Gjithashtu, shërbimi i check-upit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti. Më vjen mirë që sot po jap 3 lajme shumë të mira, janë 3 vendime që besoj ndikojnë në mënyrë direkte me një impakt shumë të thellë në jetën e qytetarëve, si në fushën e trajtimit, por gjithashtu edhe në fushën e parandalimit. Ju falenderoj për vëmendjen dhe jam e hapur për pyetje që mund të keni. Zënia Ministre, pyetja ime shkon për vendimin e parë që kemi marrë, që është marrë sot në Këshillin e Ministrave, sa i takon sektorit shëndetësisë për ngritjen e institutit të tumoreve. Sa do t'i kushtoj ngritja e këtij instituti Shqipërisë? Ku do të jetë kjo strukturë dhe a do të shërbej kjo hapësirë e re në sistemin shëndetësor për të përthithur bluzat e bardha profesionistë në fushën e shëndetësisë dhe specifikisht në fushën e tumoreve të onkologjisë, për t'i rekrutuar, për t'i sjellë dhe për të punuar sërish në vendin e tyre. Ndoshta jo vetëm shqiptar, po edhe profesionistë huaj. Atëre, pyetja juaj ka 2 pjesë, që më lejoni të adresoj të 2 pjesët. Një pjesë është e lidhur me si do të funksionojë instituti, si qendër, dhe pjesa e dytë është me thithjen e diasporës shqiptare. Atëre, fillojmë me pjesën e parë. Instituti do të qëndrojë atje ku është fizikisht në shërbimi onkologjisë. Sigurisht ne kemi plane për të vazhduar më tej, për të rikonstruktuar, për të zgjeruar dhe do t'ju mbajmë të mirë informuar. Si institut kërkimor shkencor është e parë, prandaj do ketë përveç buxhetit të alokuar si pjesë e funksionimit të institutit, siç funksiononte edhe tani si pjesë e QSUT-s, ka një buxhet shtesë nga buxheti i shtetit për pjesën kërkimore shkencore. Por gjithashtu, instituti në vetvete jep mundësinë që Shqipëria nëpërmjet instituti të aplikojë për fondet europiane me partner europian ose vetë si Shqipëri, për të përfituar këto fonde në mënyrë kompetitive. Jo vetëm për bana, por edhe për teknologji të avancuar. Në të njëjtën kohë, duke qenë pjesë e një rjeti, siç e theksova edhe më parë, të europian të qendrave onkologjike, kjo do japi mundësinë që në Shqipëri të zhvillohen edhe studime klinike që krijojnë mundësinë e banave inovatore për pacientët. Pjesa e dytë e pyetjes tuaj ka të bëjë me diasporën. Mënyrën se si unë ose si politik e kemi adresuar diasporën është me 2 këndvështrime. Dhe këtë e kam shumë të rëndësishme që ta kuptojnë dhe të gjithë qytetarët. Këndvështrimi i parë është që diaspora mund të kontribuojë nga kudo që është, si brenda Shqipërisë, po edhe në distancë. Dhe shembulli më i mirë aktualisht i kontributit të diasporës shqiptare është puna e palodhur
e mjekëve të diasporës onkolog në Institutin e Tumoreve Milanos, që i falenderoj për herë të dytë publikisht sepse kanë qenë partner të shkëlqyer. Jo vetëm kaq, por ne kemi ngritur dhe një platformë aplikimi e dedikuar për diasporën, që mjekët që duan të kthehen fizikisht dhe kontribuojnë në Shqipëri, të kenë një proces aplikimi që është i dedikuar për ta dhe po e vlerësojmë. Sigurisht do t'ju mbajmë në dieni për zhvillimet e mëtejshme që kemi. Prandaj në dy mënyra se kemi adresuar diasporën. Faleminderit. Okej. Faleminderit juve, ditë të mbarë. Kemi ndjekur kështu edhe raportimin e ministrave më njëherë pas përfundimit të mbledhjes qeverisë, ku kanë raportuar të gjitha vendimet e marra ditën e sotme, ndërkohë në këtë çast ne do të shkëputemi për një